Tani vim tek përsëri te Rama se bët një pyetje që për mua më duket absolutisht thelbigjës. Ne gjithë kemi bizeduar ditët e fundit të procesit të zgjedhor, të këtij procesi zgjedhor dhe u ballafaqjuam me qytetarë që na komunikojnë me miq dhe shok dhe me qytetarë thjesht na kapën në rrugë me tezën nuk do votoj as Partinë Demokratike as Partinë Socialiste. Sepse korrupsioni endemik kapilar është problemi që e ndjeu edhe demokrati dhe socialisti, e ndjeu çdo qytetar dhe kishte në kurrizi gjë të tillë. Rama e kuptoi një gjë të tillë. Dhe Rama kuptoi një gjë të tillë që vitin e fundit spaku e rriti perceptimin qytetar dhe vuri para një prove që ky perceptim nuk është perceptim i indoktrinuar, po është perceptim real, që realisht në qeverisje ka një korrupsion endemik. Një vit, nëse Rama do të fillonte luftë kundër korrupsionit endemik, në mënyrë frontale do të hapte probleme brenda vetes, pra do të humbiste elektorat vetin dhe njëkohësisht do të jepte në dorë krau tjetër. Ç'bëri Rama? E vetën gjë që bëri, mbështeti në mënyrë fuqishme Spakun, i cili goditi në nivele të larta pa goditur atë bazë votash endemike, që është jo e vogël, është një administratë e tërë, e cila kur goditet mund të ketë përmasa shumë më të mëdha se sa një individ sipër. Në qoftë do marrim Beqen, do prodhosh një familje armike, po në qoftë do të marrësh një muri të tërë mjekësh ose infrastrukturë shërbimi, infermierësh e tjerë, janë me qindra, nuk e bërin gjë të tillë. Atëherë, veprimi i parë që do bëj Rama tani, me të ardhmën pushtet është këtë kancer shoqërisë shqiptare të ndërtoj gjithë mekanizmat e goditjes. Dhe cilat janë mekanizmat e goditjes që janë shumë të thjeshta. Në mënyrë të posaçme, transparencë. A e dini ju që sot nëse ti do hapësh faqet e ministrive dhe institucioneve, nuk ke asnjë informacion për asnjë gjë, por ke vetëm informacion mbi takimet që bën ministri, që bën drejtori, që bën ku t'i gjon. Dhe është turp i Zotit, që unë kam një libër që nuk e dija si ishte tema për ta sjellja, ku në kohën e Zogut libri ishte informativ ku e zbërthejnë Shqipërinë në çdo vend dhe jepte informacion për çdo gjë. Sot të futesh në faqet e internetit të çdo ministri nuk gjen absolutisht asnjë informacion. Kjo quhet transparencë. E dyta, Rama bëri një gjë shumë kohë përpara që ishte Shqipëria që duam, ku ti me një telefonat njoftoje një zyrë dhe ajo brenda një kohe të caktuar, një javë tipte përgjigje për zgjidhjen e problemit dhe tipte arsyen pse jo. Sot po të marrun hipotekën, Hipoteka sot në këtë moment flasim është institucioni më i korruptuar që ka Shqipëria. Dhe pse është institucioni i korruptuar? Kur hipoteka u fut në mekanizmin e shërbimit, u vendos një kusht. Një aplikim nuk mund të vazhdojnë tepër se 10 ditë. Dhe ti me drejt, në momentet e para për 10 ditë të vinte informacioni. Ata që shërbyen pa një gjë që po e shpije 11 ditë, këtu fillonin të gjithë problemet e mirëdhënies dhe mitmarrjes. Dhe ç'bënin ka përxenë në fatet kohore. Në momentin kur ka përxenë në fatet kohore, ata hapnin derën e korrupsionit. Dhe në këto kushte, sa më e madhe të ishte presioni dhe sa më tepër ti pengonje në mënyrë të paligjshme dhënien e përgjigjes, aq më tepër rritej tarifja. Dhe nuk është sekret ta themi, 1.500 euro vetë një certifikat e turshme. Wow. Dhe kjo është e vërtet. Wow. Atëherë, këtë fenomen që tashmë themi pas zgjedhjeve, si do ta përballoj Rama? Ti rikthehet afateve zotëri. Dhe ta detyroj administratën që në momentin kur ka përxenë afatet, sa afati është detyrim ligjor, po kur ka përxenë afatet do thotë je korruptuar zotëri.